Një hektar nuk ka shequr asnjë kokër. Nuk ka shequr asnjë kokër. Ky duron me. Ky shaqi nuk duron me. Ku do çosh? Me 5 lekë ku do çoj? Turp i Zotit. Është turp për faqe të zezë. Punon Shqipëri. Kjo është Shqipëria. Si është jashtë? S'ka lidhje fare me atë që bëjmë neve. Është një prodhim që Mbjell 1 hektare gjysmë sharqi. Të dielën, siç folën dhe shok, ishte çmimi i arsyeshëm, kishte leverti. Ndërsa dje vendosën një çmim. Këtë çmimin e vendosin pikat, sepse s'mund ta vendosin 1 e 2, e vendosin disa të mëdhenj. Mund zbresi me 10 lekë, me 20 lekë, mund të lëvizi, po jo me 100 lekë, është turp. E kjo, qa do bëjmë, do heqim dorën ato tokat, do t'i lëmë si që ka lënë shok. 3 hektar sharqi. Tashti, nga sharqiri s'ke leverdi me, ja që është ajo parafolësja, par vjetë që e mirë. Kurse ka 2 vjetë, sa më keq, ne po ham vetën tonë. Tashti, të dielën, sharqiri ka qenë me 220. Dije që shita unë ishtë me 150. S'ka berë vakina njëherë të hullet sharqiri 60 për 70. Sot është 150. Edhe s'po mlidhet, shikoj. Prap edhe me 150 s'po mlidhet, se që pika jone e zvendësuse, se bejnë ata të mëdhenj. Që jona punon kur ngelin ata, vinë marrin a një karrodon. Një fermer që kam 5 hektar sharqi dhe po e shesim nën kosto sharqiri. Me 150 lekë është vend çmimi. Me ato nuk marrim as lekët tona. Kështu. Sa si përfaqe keni mbjell? 5 hektar kam unë, të paktën. Shpreson se do i nxjerrësh shpenzimin që ke? Në këtë çmim jo. Mbjell sharqi i tërë si fshat. Unë si familje kam 1 hektar. Dhe nuk kam vendor me shit asnjë kokër sharqi, sepse tani po bëhet. Kemi një javë që kemi dalë si fshatar, si fermer, me të shitur ishte çmimi me 250 lekë kilja. Tani ka shkuar direkt 150 lekë. 100 lekë për kilogram i ullën brenda ditës. Edhe tani e kanë stokuar, nuk po marrin me as me 150 lekë, sepse duan ta ulin me, duan ta çojnë me 100. Çmimin e vendosin tregtarët e mëdhenj. Janë mbledhur tregtarët kosovar bashkë me tregtarët shqiptar këtu, edhe bëhen bashkë. Kanë mbledh hektarët e tyre, vjelin dorën e parë të tyre, edhe e stokojnë çmimin. E stokojnë mbledhjen për arsye sepse fshatarët s'kan ku të shkojnë, thonë. Temperaturat janë të larta siç duken. Bëjnë punën e tyre, shaqiri verdhet, edhe ne duam, do t'u çojmë me aq lekë sa duan ata. Ata e shitën me 250, neve po na çojnë me 150 e stokuan, s'po marrin me, por me 100 lekë. Dhe ju bëj thirrje që nga kryeministri, ministri bujqësisë, të gjithë ku janë, të hedhin dorën nga fshatarët. Se ne po përvullohemi, unë kam mbajtur 5 milion lekë. Hajde t'u çoj tek Ugari, ta shikoni 1 hektarshin, e kam pa prekur me dorë. 5 milion lekë unë i kam hedhur atje. Unë nuk marr dot as 3 milion atje. 2 milion. Ja do shkojmë në një tokë. Vuet 5.000 lekë, që na ajo për dylym, për sharqi. Tokat bëj me 50. Angeli malli nuk ka. Ministri bujqësisë, të komunikojmë me komunitetin. Ngelëm rrugës, ngelëm